Debatet dhe raportet mes banorëve vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes në Big Brother VIP Radio në Top Albania Radio, ku këtë herë u diskutua edhe për marrëdhënien mes Mirit dhe Selinit. I pyetur drejt për drejt nga Rogerti nëse ekziston diçka më shumë mes tyre, Miri e mohoi kategorikisht, duke theksuar se raporti ka qenë dhe mbetet thjesht shoqëror. Ai shtoi se nuk ka asnjë ndjenjë të nënkuptuar mes tyre dhe se çdo interpretim tjetër nuk qëndron. Ka mbaruar punë, nuk ka lidhje ajo ka qenë dhe është thjesht shoqërore. S'ka lidhje ndjenja të cilat nënkuptohen, avionët mbeten në pezull me qiell. Moti i keq anulon mbi 200 fluturime në Stamboll. Sanchez kritikon Izraelin për varrin e shenjtë, ai denoncon sulmin e pajustifikuar ndaj lirisë fetare. Vlorë, 3 persona dhunoi pronarin e një lokali në Lungomare. Dërgohet me urgjencë në spital, merr lajme ekskluzive në WhatsApp. Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin ton në WhatsApp duke klikuar këtu. Megjithatë, kur u pyet për qëndrimin e ftoftë të Selinit dhe faktin që ajo nuk komunikon më në mënyrë të afërt me të, Miri u shpreh se nuk beson që ajo ka ndjenja, por la të hapur mundësinë që Selini mund të ketë paqartësi të veta. Nuk mendoj se ajo ka ndjenja. Se çfarë mendon dhe çfarë ka ndjenja Selin, nuk e di. Selin ndoshta ka disa pikpyetje në kokën e saj dhe nuk do t'i sqaroj kurrë.